Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV. Jemi në emisionin Kuvend këtë të martë, si çdo të martë, vim me diçka të veçantë, jo bisedë drejt për drejt në studio, por me dokumentare, me speciale të ndryshme, edhe kësaj radhe do jemi me një speciale. Du të përmend faktin që të martën e kaluar ishim gjithë emisionin që u kushtua festës së madhe të Necuskom në 20 vjetor, që një nga gjërat më të bukura që ka ndodhur në rajonet tona, mënyra e festimit dhe e meritonte Necuskom, e meritonte pikërisht këtë mbrëmje gala që ne e përcollëm dhe ishte gjë shumë e bukur, e meritonte edhe Akrolis TV dhe emisionet dhe gjithë produktet e veta që nxjerr për publikun dhe në shërbim publikut, që është shumë e rëndësishme kjo, pikërisht që të ishte një mbrëmje e tillë dhe një festivitet kaq kreativ për gjithë punonjësit, por edhe për ata që u shërbet, pra për klientelën. Ndërkohë që du të përmend faktin që këtë diel është dhënë në e diella e emisionit në Top Channel një speciale e zgjeruar pikërisht për festivitetin e Necuskom në 20 vjetor. Ishte gjë shumë e bukur, ju mund ta ndiqni në Top Channel në YouTube të Top Channelit, po ashtu mund ta ndiqni edhe në Akrolis TV, në Facebook dhe në rrjetet tjera sociale. Tani të vim te kjo e martë. Çfarë do kemi këtë të martë? Shkremtuar në Rëshen, para 2-3 ditësh, 80 vjetori i rënjes së mësuesit të popullit në Deri Kombit Ndres Nuaj Gjoka. Është një kremtim që ja vlente për ta sjell edhe në ekranin e televizorit Akrolis TV, edhe në emisionin ton Kuvend. Sepse Ndres Nuaj Gjoka ishte ikon e arsimit shqiptar në momentet më të vështira të mirëditës dhe jo vetëm të mirëditës, por një mësues që dha kontribut në 50 shkollat e para të hapura në mirëditë në luftën kundër analfabetizmit, 95% e popullsisë nuk dinte të shkruante as lexonte. Ishte një revolucion mental dhe një revolucion vërtet në diturimin e fëmijëve dhe jo vetëm fëmijëve të voglushë, por edhe të moshave të tjera që nuk dinin me shkruajt emrin dhe as mbiemrin, edhe firmën e bënin vetëm me mocat e gishtave. Po ashtu Ndres Nuaj Gjoka dha kontribut edhe në Kosovë. Ju përgjigj thirrjes Ministrisë së Arsimit të asaj kohe për të shërbyer edhe në Kosovë. Natyrisht me 17 shkurt, pra me rastin e rënjes së tij në krye të detyrës, ju përkujtua 80 vjetori i kësaj ngjarje ku morën pjesë përveç njerëzve të arsimit, mësues, nxënës, e me radhë dhe veteran, familje të dëshmorëve, por morën pjesë edhe nga Akademia e Shkencave, gjithashtu ish deputet, si ishte Namik Dokle, po ashtu ishte Plum Gjufi që folën, por një nga kumtesat më thelbësore dhe më të rëndësishme aty ishte kumtesa e doktorit të shkencave sociale, Zotit Nikol Loka. Ndërkohë kemi dhe disa fjalë përshëndetëse të tjera, disa element artistik atë ditë, të cilin ne po e përcjellim të plot, është rreth 50-50 minuta, për shikuesit tanë këtu në emisionin Kuvend në Akrolis TV. Ndiqni të speciale për 80 vjetorin e rënjes së Ndres Nuaj Gjokës dhe përkujtimit të kësaj figure mitike të arsimit në mirëditë në rajonin e Veriut dhe gjithë Shqipërinë. Kujton Shqipja, Ndres Nuaj Gjokën.
nga deputetët nga Akademia e Shkencave që morrin pjesë në këtë ceremoni përkujtimore. Veprimtarin do ta vazhdojmë ke kafe internacional. I përjetshëm qoftë kujtimi. Veteranëve që kanë ardhur nga Grupneshi, nga Kaçinari, nga Fani, nga zonat e larta. Njëkohësisht falenderoj mësuesit dhe nxënësit që kanë ardhur për të kujtuar mësuesin e popullit Ndres Mullgjoka. Unë do ta nis me prezantimin e të ardhurve personalitetë të ardhur nga Tirana. Na nderon me pjesëmarrjen ish kryetari i Kuvendit Popullor, zëvendës kryeministri Namik Dokre. Nam kryetari i veteranëve të familjeve të dëshmorëve të organizatës, Zoti Shaqir Vuka, ambasador ish ministri i mbrojtjes dhe i turizmit. Plum Gjufi, akademik, profesor, doktor. Veli Miftari, sekretari i përgjithshëm i organizatës veteranëve të familjeve dëshmorëve. Enver Reqi, sekretar i përgjithshëm i organizatës së dëshmorëve të Adleut. Vera Tarifa, kryetare e organizatës veteranëve të luftës Kryqëzimit dhe kryetare e komanduar e organizatës të veteranëve të luftës. Për të përshëndetur, për të folur për veprimtarinë e mësuesit të popullit, do të flas studiuesi, doktori i shkencave sociale, Zoti Nikol Ljoka. Ndreca lindi në Bisak të Fanit, me 12 qershor të vitit 1919 në një familje adhëtare që kultivoi tek ai dashurinë për atë dheu. Si pak djem nga Mirdita, ai mori shkollim të plot për kohën, e filloi në internatin Oroshit dhe vazhdoi me normalen e Elbasanit, duke u bërë mësues, por edhe një intelektual idealist që e kuptonte domosdoshmërinë e ndryshimeve rrënjësore në Mirdit. Ndreca jetoi pak. Fëmijën e kaloi midis Fanit ku lindi dhe Oroshit ku shkollua, ndërsa rinin e kaloi në Elbasan si student, kështu quheshin atëherë nxënësit e shkollave të mesme, dhe pastaj 5 vjet mësues, kur Shqipëria ishte nën pushtimin fashist, dhe vetëm 2 vjet në Shqipërinë e çliruar. Gjatë periudhës rinore, ai u formua si veprimtar shoqëror që në bangat e shkollës në Elbasan, si antar i shoqërisë kulturore në Enfrashi. Ndres Mullgjoka punoi 2 vjet në Rio. Pastaj u caktua për të punuar mësues në Kosovë, në kuadrin e hapjes së shkollave shqipe atje. Studiues periudhës së luftës nacionale qimtare kanë pohuar se antifashizmi në Kosovë erdhi nga Shqipëria përmes individëve të shkolluar, mësues, zyrtar të nënprefekturave, të prefekturave, pra të cilët megjithëse punonin në qeverinë në pushtim, në fakt ishin antifashist dhe kontribuan shumë në Kosovë. Ndërta ishte edhe Ndreca, i cili, si edhe tjerët, survejohej dhe ishte ndalur disa herë për sqarimin nga autoritetet e pushtimit, por ishte liruar për mungesë provash. Më në fund, në pranverë e vitit 1944, arrestohet dhe dërgohet në Pejë. Sipas burimeve arkivore, koncidon që e merr në pyetje Major Markdoqi, një familje e njohur në Mirdit, i cili për rrethonat e kohës vëllezërit i kishte me brigadat partizane, vetë kishte punon dhe andej dhe e liron me njëherë. Fal këtij lirimi, dhe Mullgjoka shpëtoi nga një gjykim fashist dhe erdhi në Mirdit. Në Mirdit u lidh me Bardok Bibën. Arsimi i Mirdit filloi të riorganizohet më njëherë pas qërimit të Krahinës, që me 13 dhjetor të vitit 1944, Këshilli Antifashist Nacional Qimtar i Mirdis vendosi hapjen e 50 shkollave që ku do të jepin mësim 50 mësues provizor, që ishin fillorist ose semi-maturant. Kështu thuhet në njoftimin për prefekturën Shkodër. Në fakt, në udhëzimet e fillimit vitit shkollor 1945-46,
U kërkua më tepër vëmendje nga organet e bazës për shmangjen e çrregullimeve në hapjen e shkollave të reja pa kriter. Për çdo qele shkollash të reja, u kërkua të merret autorizim prej ministrisë. Gjithsesi sipas udhëzimit, pasi të ishte raportuar më parë gjendja e lokalit shkollor, numri i nxënësve që do të njihte shkollën, renditjet e nevojshme shkollore dhe mësuesi duhet të kishte arsim përkatës. Në rang prefekture, qyteti i Shkodrës kishte 15 shkolla, njëra prej cilëve femërore. Në prefektura rrethit Shkodër kishte 18 shkolla, do të hapishin vetëm 4 shkolla të reja. Në prefektura Lezhë kishte 11 shkolla, do të hapishin vetëm 2 shkolla të reja. Në prefektura Pukës kishte 5 shkolla, nuk do të hapej asnjë shkollë e re, se nuk plotësonte kushtet. Në prefektura Mirdis kishte 4 shkolla, Shkall, Selit, Rëshen dhe Fan, nuk do të hapte asnjë shkollë të re se nuk i kishte kushtet. Në këto kushte, pra, me mungesa të lokale, të mësuesve, të kushteve, Ndres Gjoka dhe ekipi i tij i krijuan shkollë. Ditët bashkëpunojnë me organet shtetërore, ditët fitojnë mbështetjen e tyre dhe jo pak, por krijuan 50 shkolla në Irdi. Si punojnë Ndres Gjoka? Aty ku plotësoheshin kriteret e vendosura, Ndresa hapi shkolla me mësues përhershëm. Ndërsa në vendet e tjera hapi kurse shkollore. Duhet i dallojmë nga kurset kundër analfabetizmit. I paraqiti para qeverisë 2 lloj kursesh. Kurse për fëmijë të moshës shkollore me libra, me tekste shkollore dhe me programin shkollor dhe me mësues provizor që kishin mbaruar konviktin e Oroshit dhe shkolla tjera dhe kurse për gra, për burra, për të moshuar, për të ri, që ishin kurse masive popullore për zhdukjen e analfabetizmit. Dallimi midis këtyre 2 kurse ishte shumë i qartë, sepse synimi ishte që këto kurse, siç thoshte ai në relacionin e parë, të bëshin shkolla. Në plotësim të vizionit të tij, në mars të vitit 45, numri i shkollave shkoi në 6 e pastaj në 10, sepse gjetin mësues me arsim përkatës. Për kohën, kështu aktivizuar Pal Gjoka me 7 klasë gjimnaz, Pal Nikol Prendi me 5 klasë normale, do të doqi Tjetër Gjin Froku dhe Kolpisaku me semi-matur të normales dhe Prengega me 6 klasë të fillores dhe me praktikë mësimore të mëparshme. Ky numër ndryshoi përsëri gjatë vitit, duke ofruar përsëri kuadrat kualifikuar. Pra pati ndryshimet mësuesve gjatë vitit shkollor 1945 dhe rritje të numrit zyrtar të shkollave në fazën e parë. Ndërkohë, drejtimi i dytë ishte zyrtarizimi i kurseve në shkolla. Dhe për herë të parë, me 17 maj të vitit 1945, Ndres Gjoka bën një përpjekje për zyrtarizimin e kurseve. Në një letër drejtuar përgjegjësit seksionit të arsimit të prefekturës Shkodër, se nuk ishte dallimi midis këtyre kurseve dhe shkollave, i thot Ahmet Qarkut, shefit të seksionit të Qarkut. Në atë informacion, ai flet edhe për mungesë të librave mësimore dhe thot mungesa e teksteve po shkakton dëm thot përparimin në mësime, si ndër shkollat definitive e më tepër në ndër kurse për luftimin e analfabetizmit, që në vërtet kanë përparuar si çdo shkollë tjetër. Presim të na njoftoni që të vinë me marr libra, pse në vendin tonë nuk ka as libra të vjetë. Vazhdojnë përpjekjet e Ndres Gjokës. Përpjekja e dytë e dokumentuar mban datën 23 qershor 1945, kur ai kërkon që të ndërhyet nga ana seksionit të arsimit prefekturës që personeli i kurseve të paguhet. Pra thjesht kërkon të paguhet. Janë të varfër, thotë, kanë punuar me kushtim, kanë punuar mirë, lutemi tu jepet pagesë si të gjithë mësuesve të tjerë. Në përpjekjen e tretë, Ndres Gjoka kërkon shpërblimin për punonjësit të arsimit duke përdorur termin kursis për mësuesit që punojnë me shkollat që nuk plotësojnë kriteret për të quajtur të tilla, por duke i trajtuar financiarisht si mësues të rinj fillorist. Kurset, thot Ndres Gjoka, kanë nisë fillimin e mësimeve me rregull me datën 1 mars 1945.
Pjesa më e madhe e tyre me ndihmën e popullit Bobek Mirditës janë kompletuar me banga drasa zeza për parimin në zonën përgjithësi të mirë me gjithë mungesën e librave. Mësuesit provizor thotë janë në gjendje të keqe ekonomike pse asnjë shpërblim nuk është marrë deri më tash prej fillimit detyrës. Kurse shkresa e Ministrisë së Arsimit numër 678 datë 9 prill 1945, për cilën me tuajën thotë numër 30 i 11 i datë 18 prill 25 në pikën 6 thotë ban fjalë për shpërblimin e mësuesve të rinj filloristë. Pra i kujton ministrisë se si shpërblen mësuesit e tjerë filloristë në vende të tjera, duhet shpërblen edhe në Mirdit. Por kishte një problem edhe financiar, se në vende të tjera mund ishin hapur 3-4 shkolla, 5 shkolla të reja me këta mësues. Në Mirdit u hapën 50, edhe duhej një pagesë për 50 mësues të rinj që nuk i kishte, gjithë prefektura pa Mirditë nuk i kishte shkolla të reja, aq sa hapi Nërëslu Gjoka shkolla këtu në Mirdit. Pavarësisht se si kërkesë kryesore paraqitet dhënia e pagave të mësuesve për kursantët dhe mësimdhënës, kjo sillte njohjen e këtyre kurseve si shkolla. Prandaj, me 11 korrik të vitit 1945, seksioni i arsimit prefekturës Shkodër i shkronte Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Nacional Shqiptar Prefekturës se në mbështetje qarkore së Ministrisë së Arsimit numër 679 datë 9 prill 1945, që ban fjalë për rrogat dhe shpërblimet e mësuesve, e shohim të arsyeshme që të gjithë mësuesit provizor të prefekturës Mirdis të kategorizohen sipas kategorisë 6 dhe të paguhen thot me 550 franga shqiptare në muaj për muajt mars, prill, maj e qershor 1945. Pastaj pagesa e dytë është dhënë më ngushtë dhe ata janë trajtuar të gjithë si gjithë mësuesit e Shqipërisë. Dhe në përfundim të vitit shkollor, të gjithë kanë dëftesën shkollore, mbaruar shkollën, të 50 janë quajtur shkolla zyrtare të njohura nga Ministria e Arsimit. Shtëria shkolla e filluar e Mirdisë në gjithë vendin përfaqëson një problem që po shkonte drejt zgjidhjes. Është e vërtetë pohoi në një dokument të periudhës se në këto shkolla ka tmeta, por çështja është se në shumicën e madhe të fshatrave dhe atyre më të larta është hapur dera shkollës dhe është dërguar një mësues. Me qeljen e këtyre shkollave për arsimin e qarkut Shkodër shënohet një harë përpara. Me përmirësimin e kuadrit të këtyre shkollave dhe me kujdesin e këshillave të fshatrave, këto shkolla në vitin tjetër do të kishin një pamje shumë domethënëse të rregullt. Nga ana tjetër, Nërëslu Gjoka vazhdoi me punën për përmirësimin e kuadrit. Gjatë vitit shkollor, po të shohim listat e mësuesve ndryshojnë vazhdimisht, sepse ndërkohë që kishte vendosur një fillorist të konviktit të Roshit, kërkonte një mësues me shkollë semi-mature ose edhe mature me arsim të mesëm plot, dhe kishte gjetur disa prej tyre. Prandaj, Nërëslu Gjoka kishte propozuar për mësues Xhelal Azizi, Nikol Ndreu, Gjon Marknuen, David Alleshi dhe Ndues Skan. Pasi kishin nivel më të lartë arsimor sa ata që vazhdonin punën si mësues. Një aspekt tjetër i rëndësishëm i punës së nesës është angazhimi i tij për arsimin e vajzave. Vetë Nërëslu Gjoka u angazhua për këtë problem, sepse angazhimi i vajzave në shkollë ishte një hartë thelbësor për zhvillimin shoqëror të Mirditës, që në vitin shkollor 1945, ndërsa i kishte dërguar seksionit të arsimit prefekturës Shkodër një shkresë ku thuhet: me qenë se komiteti ekzekutiv i këtueshëm ka vendosur ta bëjë të detyrueshëm dërgimin e vajzave në shkollë prej moshës 7-11 vjeç, komiteti ekzekutiv i Mirditës e bëri të detyrueshme në 45-ën arsimimin e vajzave, sepse ligji për detyrimin arsimor doli në vitin 46, doli një vit më vonë, pra akoma nuk ishte bërë ligjërisht detyrim, ndërsa Gjoka kërkonte mësuese dhe propozonte konkretisht emërimin e mësuesve provizore, siç thotë, Drita Dervishi në shkollën e qendrës në Shpal, Pina Legisi në Selit, Prem Ndoja në Grykorosh, Mrika Bardhogdoda në Roshen. Pra me punën për kushtimin dhe largpamësinë e tij, Nërëslu Gjoka kishte kryer dy transformime të rëndësishme në Mirdit.
kishte siguruar arsimin fillor për gjithë dhe kishte siguruar për herë të parë shkollimin e vajzave mirditore. Kjo lëvizje nuk kaloi pa u dhënë re dhe gjeti pasqyrim në faqet e shtypit. Gazeta Jehona e Shkodrës shkruan: me shqirimin e Mirditës, çka që gjithë kënd në atë krahin, funksionoi jo më pak se 51 shkolla fillore. Të gjitha katunet dhe malësitë e Shkodrës nuk i kanë pas më parë kaq shkolla. Për 4-5 muaj punohet pa rrogë. Mos e 1000 fëmijë Mirdit kanë zonë të shkruajnë e të këndojnë. Kjo është fitore nga më të mëdha e rindërtimit tonë. Pra, bilanci arsimor i vitit 1945 ishte: klasa parë 1325 nxënës, klasa 2 683 nxënës, klasa 3 66 nxënës, klasa 4 36 nxënës në shkollat që u hapën këtu në Mirdit. Për sa u përket kushteve të shkollave, janë trajtuar vetëm 4 shkolla ishin lokale shkollore, të tjera ishin të improvisuara në për shtëpi, në ndërtesa të tjera, madje edhe në qiell të hapur. Mungesa kushteve elementare si ngrohja, bankat, libra ishte problemi i madh. Mësuesit dhe nxënësit përballeshin me kushte të vështira, duke punuar në mod të keq dhe me mungesë të materialeve mësimore. Në fillim nxënësit kishin vetëm një fletore dhe një gjysmë lapse, duke punuar me librin që mësuesi e kishte sjell me vete. Kushtet të tilla bëheshin edhe më të vështira për shkak të varfërisë ekstreme që po përjetonin shumica familjeve, të cilat ishin ende të dëmtuara nga pasojat e luftës dhe nga periudha e vështirë e pasluftës. Në njoftimin që jep me 7 korrik 1945 për seksionin e arsimit të Shkodrës, Nesno Gjoka shkruan: kemi drejt diku banka, drasa të zeza dhe orëndi të ndryshme, por nxënësve mungojnë librat. Kështu mand të drasa të zezë është bërë zhvillimi i germa, për parimin nxënësve në përgjithësi është i mirë. Lëvizja për zhdukjen e analfabetizmit midis burrave dhe grave në Mirdit është një kapitull tjetër i rëndësishëm i veprimtarisë arsimore të Nesno Gjokës. Në vitin 1946, në Mirdit u hapën 54 kurse kundër analfabetizmit, një numër jashtëzakonshëm për kohën dhe për kushtet aq të vështira. Kursantët ishin të rinj por dhe të moshuar, meshkuj dhe femra, të cilët kishin shumë vite, ishin përjashtuar nga e drejta për arsim dhe kishin mbetur të paditur për shkak të kushteve shoqërore, ekonomike, kulturore të kohës. Pavarësisht mungesës së madhe të librave dhe materialeve të tjera, ndresa dhe mësuesit e tjerë morën masa për të mundësuar kursantëve kundër analfabetizmit materialet bazë të nevojshme. Kështu u shpërndan 1000 abetare, pra 1000 kursantë që në vitin 46, 1000 lapsa, ose edhe për 1000 ose edhe për 2000, se përdore një laps për 2 vetë, se dhe një sasi e madhe shkëmbësi për të mësuar mësimin. Për këtë veprimtari, të jashtëzakonshme për kohën, Seksioni i arsimit i Qarkut të Shkodrës, në kërkesën që Ministria e Arsimit i kishte bërë për të sjellur mësuesit më të dalluar, punojësit më të dalluar të arsimit për të dekoruar, në vendin e parë jep Nesno Gjokën, përgjegjësin e seksionit të arsimit Mirditës dhe pastaj 2 veteranë të arsimit të nderuar nga qyteti i Shkodrës. Evidentimi i Nesno Gjokës si më i dalluari punojës i arsimit i prefekturës e dëshmon edhe një herë vlerësimin e madh që ai fitoi me punën dhe me angazhimin e tij. Jeta në Nesno Gjokës do të nëpriti padrejtësisht mes. Kjo vrasje e trondit e Mirditët, por nuk e shoj etjen e pashuar të mirditorëve për ndryshime shoqërore. Nesno Gjoka u vlerësua lart që në atë kohë është vlerësuar lart edhe në këtë kohë, sepse shoqëritë kanë gjithë një nevojë për arsimin. Përmendim se është shpallur dëshmëria e vëllait. Presidiumi i Komunitetit Popullor i ka akorduar titullin mësuesi i popullit, është dekoruar me urdhrin e lirisë klasit të parë dhe me urdhrin Naim Frashit klasit të parë, ndërsa Presidenti i Republikës Ilir Meta i ka dhënë urdhrin Nderi i Kombit. Përveç këtyre, për jetën e Nesno Gjokës është realizuar një film artistik. I është dhënë emri i tij shkollës pedagogjike 2 vjeçare në Tiranë për përgatitjen e përshpejtuar të mësuesve.
i është dhënë emri shkollës 8 vjeçare dhe pastaj të mesme në lindje, e cila edhe u rregullua dhe ishte ndër shkollat më të mira të fshatit në Shqipëri për atë periudhë. Në kuadrin e festimeve për 8 dhjetorin e qirimit të Adheut, emri Nërsu Gjoks u vendos në mes personaliteteve më të shquara në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Pra, Nërsu Gjoka është vlerësuar, po vlerësohet dhe do të vlerësohet të ardhmen, sepse ka pasur ndikim të jashtëzakonshëm në zhvillime shoqërore. Mirdita sot, i integruar plotësisht dhe me dinjitet me pjesën tjetër të vendit, i është borxh këtij biri të shquar të saj. Lavdit përjetshme, veprës së pavdekshme të mësuesit popullit Nërsu Gjoka deri në fund. Informuar nga fidanishte e famshme të historisë së arsimit shqiptar, siç është Maria Elbasanit, me misionin e tij që nisi në Shkodër për vijuar në viset shqiptare në Kosovë e për të rikthyer pastaj në vetlindje, për dhënë një kontribut të shmuar në luftën antifashiste nacionale shqiptare, e më pas për të përhapur dritën e dijes këtu në zonën e Mirditës. Janë disa momente të cilët e lartësojnë të figurë. E lartësojnë jo thjesht si kontribut, por e lartësojnë edhe si figurë ngjellore të një djaloshi 25 vjeçar, ka qenë shumë i ri. Por nëse do të shohim kontributin e Ndresve Gjokës, do të kuptojnë që Ndresve Gjoka nuk ishte për lavdi, por lavdia i erdhi tek ai. Ai nuk kishte nevojë për tyrë në histori, sepse historia e bëri pjesë saj, dhe ai nuk kishte nevojë për përjetësi, sepse përjetësia do flasi në emër të Ndresve Gjokës. Forcat e errta në 17 shkurtin e vitit 46 menduan se duke vrarë Ndresve Gjokën do të vrisnin lirinë e sapo fituar dhe emancipimin e sapo nisur, para të gabuar, sepse Ndresve Gjoka do vazhdoi të shohë me sytë e dijes së arsimit shqiptar. Do vazhdoi të jetojë në breza që ai formoi dhe trashëgimtarët e tij vazhdojnë të formojnë. Dhe do vazhdojnë të flasin me zërin e fortë të arsimit dhe të dijes së shpirtit të një populli liridashës, siç është populli i Mirditës. Përshëndetje, unë do të recitoj një poezi për Nërsu Gjokën. Në kreshtat e guta të Mirditës së lashtë, ku era fryn me zërin e maleve krenare, unë ngrit një burr me libër në dorë, me dritë në sy e zemër shqiptare. Nërsu Gjoka, mësuesi popullit, mbolli shkronja në tokë të thatë, u dha shpresë në shpirt fëmijëve, si agim që lind pas një natë të gjatë. Nuk mbante pushk as thirrje për gjak, por abetaren me fjalë të arta. Armiku i tij ishte errësira, që trembe nga mendja e ndritur e zgjuarësia. Mirdita e mban në zemër emrin e tij, sigur themelin në histori. Nërsu Gjoka, dritë që nuk shuhet, pishtar që digjet brez pas brezi për gjithmonë. Me esenë e titulluar Një histori e shkruar nga themelet tona. Nërsu Gjoka, një person si gjithë të tjerët, por shkruajti fatin tonë. Gjithçka nisi në 1919. Lindja e tij. Lindja e një fëmije jo të zakonshëm. Lindja e një heroj, që do të mbante një peshë të rënë mbi supe. Që në moshë të re, ai u spikat si një fëmijë me të ardhmë të ndritur. Ndikush ndryshe. Zgjuarësia, mënyra e artikulimit të tij e bën të dukej i veçantë. Dhe nuk ishte për shkak të së pasurit prind të njohur ose le ta themi, para. Ishte i gjithë ai. Karriera e tij si mësues nisi në moshën 20 vjeçare. Moshë në të cilën nuk e arritur të njohësh veten e botën, e jo më të mësosh fëmijë të tjerë. Por gjithsesi, ja doli më së miri. Orët e tij të mësimit i zhvillonte në kushte të vështira.
Nën ato, kasollet e mbuluara nga kashta, në zonat e thella të Shqipërisë, si edhe të Kosovës. Pra me pak fjalë në kushte primitive. Me ato pak, dhe hapësa fletore që kishte, kalonte nga fshati në fshat për të përhapur dijen. Dhe ky nuk ishte i vetmi problem. Një ndër pengesat e tjera ishte që Shqipëria në ato kohë ishte në pushtimin italian. Por kjo nuk e ndaloi atë për ngjallte shkollën dhe vetë dijen kombëtare. Me të vërtetë nuk luftoi me shpatë në dorë, por luftoi me, dhe pse në ato kushte, ai pa frikë u përfshi në organizime antifashiste, gjë që nuk ishte as pak e lehtë, pasi vdekja në të vite pa trokitur. Po ashtu, mbroti popullsi nga abuzime. U ky i fundit u kthye në shënjestrën kryesore të italianëve. Sa hape mbyll syt, u arrestua në sy të gjithë botës së tij, nxënësve, gjë më të shtrenjtë për të. Pas kësaj u internua. Por a e dini çfarë vijon më pas? Arratisja. Veprim mjaft i guximshëm. Uhia e këtij veprimi mund ta shfaqej nga çasti në çast. Akoma nuk përfundoi asgjë. Por ai ishte një ndër të vetmit që ndriçonte në këtë errësirë të pafund. Ju doli kundra. U hapi mbi 50 shkolla në Mirdit me gjërë. Ai nuk harroi kurrë rënjet e tij. Po plotësoi fjalin që lash bosh pak më sipër. Luftoi me jetë. U vra, për shkak se u ngrej një prit. Ishte e padrejtë, një vërtet e hidhur për mësuesin e popullit. Dhe ato që e dëgjuan frymëmarrjen e tij të fundit ishin librat dhe fletorët. Dhe në këngë, jeta dhe vepra e herojve tanë të Zënës Fanit, për këta dy mësuese doja një dorë trokitje. Po sjell pak vargje të poezive, me gurzalli ekran e lisi, mësimit parë ndresa ja nisi, e në 50 shkolla në Mirdit, e emri jot dhe sot bën dritë.
Ndërsa vargjet e këngës janë këto. Pysin malet lumi hesht, toka lule për të nxjerr, koha me korore dafine, rroba të reja të ka vesh. 50 yje në gjokës të ndrisin, t'jango të kuqe ëndrat mbajnë, trupin tënde me pushke libër, për gjithmonë e kemi pranë. Unë do t'ju përshëndes me një këngë tjetër. Në fakt, pasi vonë mësova dhe nuk ishim kënduar as kujtuar as njëherë jetën dhe veprën e një figurë të madhe të kompiton Agjer Fishta, kur mësova origjinën e tij nga Domgjoni Mirditës. Realisht ndjej një emocion sepse shikoj një nderim të jashtëzakonshëm nga Mirdita, nga mirditorët, nga veteranët, nga mësuesit, nga nxënësit, nga gjithë shoqëria e kësaj treve të jashtëzakonshme, e të mrekullueshme, për një emër që bën dritë, vetëm dritë, për ndrecë do gjokën. Sepse Nikola, në atë referatin e tij të shkëlqyer, midis të tjerave tha që vepra e ndrecë në gjokës është një vepër e jashtëzakonshme për kohën. Unë do t'i shtoja kësaj fjale të Nikolës që vepra e ndrecë në gjokës është një vepër e jashtëzakonshme për të gjithë kohën. Sepse të kërkosh dritë në errësirë, të kërkosh kulturë në një prapambetje të jashtëzakonshme për fajt të regjimeve që ishin në asaj kohe, është me të vërtet një vepër e jashtëzakonshme për të gjitha kohën. Dhe ndrecë në gjoka është një nga ata emra i cili do të mbetet përgjithsisht në historinë e arsimit, të kulturës dhe në gjithë historinë e popullit shqiptar. Ishte një djalë 25-26 vjeç, ai u ra pikërisht në atë vit që kam lindur unë, edhe pak më ndoj 80 vjetë, dhe ndrecë në gjoka ka 80 vjetë që ka emrin e tij të shkruar me germa të arta në historinë e popullit shqiptar, ka emrin e tij të shkruar me germa të arta në kujtesën e të gjithë njerëzve, të atyre që e kanë njohur dhe të atyre që nuk e kanë njohur, të atyre që kanë biseduar me të dhe të atyre që kanë dëgjuar për të. Sepse ndrecë në gjoka nuk kërkoj asgjë, kërkoj vetëm arsim, kërkoj që njerëzit të lexojnë, që njerëzit të marrin dije, që njerëzit të hapet rruga e dijes, dhe ky është një nga herojt e asaj kohe që mbetet i përjetshëm gjithmonë. Bashkë kam ardhur unë me një akademik Flum Gjufi, vjen edhe në emër të Akademisë së Shkencave, po dua të them që ato abetare të ndrecë në gjokës janë gurët e parë të kësaj akademie. Po të mos ishin njerëz si ndrecë në gjoka, që donin arsimin, që donin kulturën, që donin traditat e popullit, nuk do të kishim as universitet, as akademi e kështu me radhë. Pra, janë disa njerëz të cilët kanë një vizion të tillë që kur fillojnë një punë, mendojnë për shumë kohë më përpara. Në fundit, gjeni qarë, gjeniu është ai që u prind kohëve,
Dhe era tarifa. Të nderuar përfaqësues të Pushtimit Vendor, akademik, deputet, të dashur qytetarë të Rrshenit dhe të Mirditës, sot jemi mbledhur me respekt dhe me njohje të thellë për të përkujtuar 80 vjetorin e rënies së një figure të shquar të arsimit dhe atë dashurisë shqiptare, mësuesi të popullit Ndres Nduaj Gjoka. Ai nuk ishte thjesht një mësues, ai ishte një misionar i dijes, një apostull i gjuhës shqipe, një njeri që e kuptoi se arma më e fortë për çlirimin dhe përparimin e një kombi është arsimi, është dia. Në një kohë të vështirë për vendin, kur varfëria dhe prapambetja rëndonin mbi trevën e Mirdicës, Ndres Nduaj Gjoka hapi rreth 50 shkolla, 50 vatra drite, 50 dritare të hapura drejt dijes, kulturës dhe qytetërimit. Ai mbolli shpresë atje ku kishte mungesë, mbolli dije atje ku kishte errësirë. Dhe printaria e tij nuk ishte vetëm arsimore, por dhe kombëtare. Ai punoi për ndërgjegjësimin, për ngritjen kulturore, për forcimin e identitetit shqiptar. Për këtë arsye, ai u bë i padëshiruar për ata që i trembeshin dijes dhe ndërgjegjës kombëtare. Mua do më lejoni të shprej një 2-3 ndjenja shumë pozitive që kam sot. Ne erdhëm për të 80 vjetor të Ndres Nduaj Gjokës me një ditë bukur. Është dita e vetme me diell e 2 muajve, apo jo, në Tiranë nuk kemi pasur diell. Kështu që megjithëse unë nuk besoj, them dikush na e ka sjellur këtë ditë të bukur. E dyta, ne shkuam në Vorezat e Dëshmore, unë kam qenë edhe para 10 vjetësh me Martinin, kur rivendos busti i Ndres Nduaj Gjokës diku këtu afër. Edhe sigurisht është një ndjenjë veçantë, emocion kur shef se si ndodhet aty prehet Ndres Nduaj Gjoka mes shokësh, mes shokëve të tij të luftë dhe të idealeve dhe të punës. Vorezat nuk kanë mësuar në një përmirësim, le ta themi si në të gjithë Shqipërinë, por ajo që më bëri përshtypje është që nuk jam prekur, se edhe kjo nuk ndodh kudo. Ne na shkojmë shpeshherë në për to takimet, për kujtime ngjarjesh historike, personalitetesh historike, e shohim që shpeshherë janë thyer, janë dëmtuar, janë masakruar edhe për së vdekuri, apo jo figura të cilët i kanë bërë nder këtij vendi. Këtu jo, ato janë ruajtur, dhe ne shpresojmë që edhe nga ato takimet tona të dalë një shtytje, një nxitje për të vënë dorë për ata që i kanë dhënë nder vendit. Dhe këtu Mirdit, kjo është gjëja që të mbush me emocion dhe me optimizëm, që këtu historia nderohet, respektohet. Sepse një popull pa histori harrohet. Prandaj t'i ruajmë, t'i nderojmë, t'i respektojmë, me t'i aukalojmë brezave këta njerëz të cilët janë në fundit janë themel të ndërgjegjes tonë shqiptare, ndërgjegjes kombëtare. Emocioni i tretë është kjo pjesëmarrja kaq e madhe në këtë përkujtim, ka njerëz të gjitha moshave, edhe kjo nuk ndodh kudo ku ne shkojmë, zakonisht vinë njerëz të moshuar, këtu ka edhe të rinj dhe mbi të gjitha këtu ka dhe nxënës, po dhe ka nxënës të cilët rrinë 1 orë, 2 orë, rrinë urt, dëgjojnë, gjithë tregon që këta do i keni
mësuesit, profesorët dhe akademikët e ardhshëm. Unë do të thoshe që ai është heroi i 2 luftrave. Ai ka bërë 2 luftra. Ka bërë luftën nacionale shqiptare, i angazhuar në vetë të parë, ka rrezikuar sepse është tentuar dhe të arrestohet dhe të çohet në kampin e Prishtinës, por u aratis, u kthye këtu në Shpanjë dhe si thua u bashkua me Lëvizjen Nacionale Çlirimtare. Nderoi veten, nderoi dhe Mirditën, është një figurë që nderon thash të gjithë Mirditën, s'ka rëndësi majtas djathtas, ai është një personalitet i cili nderohet, respektohet, siç e shohim, po jo vetëm këtu, po në të gjithë Shqipërinë. Problemi është që ne me shumë kujdes duhet që në librat e shkollave, të cilat kam pas ndërhyrje dhe po flas tani si mësues i vjetër që jam, ka pas dhe ndërhyrje, këto figura shpeshherë krasiten për të mos thënë ndonjëherë dhe eliminohen nga tekstet e shkollave. Dhe kjo është shumë e dëmshme për sa i përket memorjes historike të popullit tonë, se vjen brezat e rinj dhe nuk mësojnë, nuk dinë se kujt duhet i falen në kuptimin, po them figurativ, nga kush duhet frymëzohen për të ecur në jetën e tyre. Sot jemi mbledhur në respekt e përgjegjësi për kujtuar 80 vjetorin e ndarjes nga jeta të mësuesit popullit Ndrec Gjoka, një prej figurave më të ndritura të arsimit mirëditor dhe shqiptar. Bashkë me të afërmit e mësuesit Ndrec Gjoka, shoqatën e familjarëve të dëshmorëve të vdeut, veteranëve të luftës dhe dashamirës të arsimit, e menduam që këtë përvjetor të organizonin pranë vendit ku ai prehet, këtu në Rrëshën, si një shenjë nderimi dhe mirënjohje për jetën dhe veprën e tij. Kam nderin të falenderoj për praninë e tyre në këtë ceremoni përkujtimore, familjarët e ish mësuesit të popullit, përfaqësues nga Akademia e Shkencave të ardhur nga Tirana, përfaqësues të veteranëve të luftës dhe familjarët të dëshmorëve të vdekur, po ashtu të ardhur nga Tirana, ish mësues dhe drejtues të arsimit Mirdit, si dhe gjithë ata që e ndjen veten mirënjohës ndaj veprës së këtij kolosi të dijes. Ndrec Gjoka nuk ishte thjesht një mësues. Ai ishte një misionar i arsimit në një kohë të vështirë për vendin dhe për Mirditën. Ai hapi shumë kurse dhe rreth 50 shkolla, duke e quar dritën e dijes në gjithë skaj të krajinës tonë. Ai besonte se liria e vërtet fillon nga arsimi, se përparimi nis nga shkolla dhe se një popull i arsimuar është një popull i fortë. Por drita që ai ndezi nuk e pëlqeu atyre që e donin Mirditën të paditur, të pashkolluar dhe të nënshtruar. Ai u ra mizërisht, pikërisht sepse zgjodhi të mbjellë dije. Sakrifica e tij është dëshmi se arsimi në këtë vend nuk ka ardhur si dhuratë, por si amanet dhe si gjak i derdhur për të ardhmen. Sot, jo vetëm si drejtori i arsimit Mirdit, por edhe si trashëgimtar i 3 brezave mësuesish, ndjej përgjegjësi të veçantë që trashëgimia e lënë nga mësuesi i popullit Ndrec Gjoka të mos mbetet vetëm kujtim, por të kthehet në frymë pune e përkushtimi për çdo mësues dhe nxënës. Figura e tij duhet të jetë busull morale për brezat që vijnë. Ky vit është edhe më domethënës, sepse si vjet shënojmë 100 vjetorin e shkollës Ndrec Gjoka në Fanë, një institucion që mbahen me kanari emrin e tij dhe që simbolizon vazhdimsinë e misionit që ai nisi me pasion e dashuri. Le të jetë ky përvjetor jo vetëm një homazh, por një zotëtim i përbashkët, që shkollat mirditore të mbeten tempull dije, qytetarie dhe identiteti, ashtu siç ndroi dhe e deshi
mësuesi i popullit Ndres Gjoka. Lavdi veprës së tij dhe për jetë mirënjohje për pasurinë që ai na ka dhënë. Na ishë maturanët e parë të Mirditës. Mund vjen mirë që mësuesi i popullit Ndres Gjoka ka marrë dhe titullin deri kombit. Por mu do pëlqente të ishte edhe komisari i dritës, se kështu ka qenë shkruar që në fillim komisari i dritës, tani komisar ka dhe sot, se mos e ngatrojmë me o komisar komunistës ka. Dhe unë do të prisja, mendosha, që në emër të qeverisë të kishte ardhur presidenti me që kryeministri është jashtë me Trumpin, kishte ardhur presidenti këtu, do ishte shumë mirë. Sidoqoftë këto janë gjëra që mund t'i rregullojmë së bashku më vonë. Unë duhet të lexoj vetëm një strofë nga poezia e poetit Kosti Miloshi, i cili në poemën e tij Adleu, në vargun e dëshmorëve herojve që ka paraqitur, përmend edhe Ndres Gjoka, me këto rreshta. A harrohet Ndres Gjoka, Jezu Krishti i arsimit, kur e vumë si Jezu Krishtin mu në shtyllën në kryqëzimit, se ka solleve me kasht, në përshkrepa e në përmale, ngriti si as shkush në botë 15 shkolla proverbiale. Ka që kishe për i thanë, dhe falenderit dhe të mirës. Në emër të familjes dua t'ju falenderoj të gjithë. Është një respekt të cilin në të ndërtin nuk e imagjinosh. Do të falenderoj të gjithë të ardhurit, përfaqësues të institucioneve, spektatorë me emër, akademi, profesor, historian, ambasador, deputet, njerëz me vlera në kombin tonë, veteranët që ju uroj dhe atyre mirë ardhën edhe jetë, dhe ju uroj në gjithë zemër punë të marë. Ju shënarë të dhejës, ta shpëtojnë të dhënë nga disa udhkryqe që është fotur në ashtar. Ndres Gjoka kërkon të lavsa fletore. Mësuesit tanë edhe shkolla. Ndjen keq sot, mësuesit tanë kërkojnë nxënës, se nuk ka nxënës. Edhe kjo është pjesë e misionit. Ta njerëz t'i afrojnë, t'i shkollojnë, t'i posin në rrugë të jetës, ashtu si që meritojnë. Ju falenderoj. Mësuesit e shkollës duhet ndërtërgjitje të fortë, sepse po vazhdojnë misionin e arsimit, falë dhe pishtarit të arsimit mirëtitor Ndres Gjoka dhe atij barkontar. Kështu që tani do ta përmbyllim me disa recitime të tyre nxënësve. Unë jam Erisela Andreja dhe vëmi poezinë 80 vite pa ty Ndres Gjoka. 80 pranvera kanë kaluar, por emri yt nuk është shuar kur. A i rronë në gjuhën shqipe, me abetaren që s'harrohet kur. Ti ishe dritë në kohë të erta, pishtar në netët e pushtetit e rënd, me librin në dorë e zemrën e pastër, mbolle dije në mirdit e çdo vend. Nuk mbajte armë, por fjalën e lirë, nuk ngrite mure, por ura e shpresa, e deshe kombin me gjithë shpirt, sa për të dhe jetën. Rënja jote nuk ishte heshtje, por thirrje, që koha se shuan dot. Ajo u bë zëndër breza, u bë betim në çdo bank shkolle sot. Mësuesi i popullit, titulli merituar, nderi kombit, vule përjetshme. Emrin të shkruajte me shkronja të arta, me gjakun që dhe për kombin tonë. Sot për ulemi me mirënjohje të thellë, me lule kujtese, me dorë në zemër, sepse drita që ndjese dikur vazhdon të ndriçojë çdo nxënës, çdo ëndër.